I ka me u bon fer, i ka kushy. Jo bre, dhe na është që aty, sepse edhe na kemi kritiku herë pas here. Që unë po menoj që thuhet fjalë popullore që nëse lidh veten, s'ka kur të zgjidh. Në rastin tonë, secili subjekt i madh politik po e lidh veten me deklarata shumë të hershme, edhe tash na dalin para një situate të krym ku ne veç po i llogarisim zgjedhjet ndoshta mas 3 muaje, ndoshta mas 6 muaje, po mas largu mas 1 vit. Një vete shumë me rëndësi, para se me dojë të kyzotnia tjetër. A dim se është me rëndësi? Urdhra. Të zonja ndërume Duda, se këtë deputet dhe deputetet për mu janë ndërume, sidomos kur është një zoj, por ajo ka shantazh. Në fjalinë e saj për reformën Arsim, ju e dini si kryetare e Komisionit Parlamentar për Drejtat Njeriut ka kërku bartjet e shamis në shkollat e Kosovës që janë kundërshtim plot me nenin 8 Kushtetutës Republikës Kosovës për shtetin neutral ndaj fejeve. Prandaj, kjo është shantazh. Unë e quaj shantazh. Duda bale po shantazhon? Po. Do thot ty me reformën në Arsim që po e kërkon, jo me komunën e Reshani. Se, shiko, komuna o problem i ngarkesë e buxhetit, po për hir të drejtave të komunitetit që me i mojt koncentruam aty, me i mojt aty, me i mëgjet vendet punës, unë jam po, sepse kur njëtën teme nuk jam dol kundër të drejtave bazike të njeriu për një komunitet. Okej, kemi lidhen me Albert Kinollin, kryetarin e Partisë Rome të Bashkuar. Zotin Kinolli e kemi në lidhje direkte dhe po e shoh, edhe po shpresoj edhe ta dëgjoj. Mirë. Kinolli, mirë mbrëma, mirë se ke ardhur në studion e Politikos nga një lidhje drejt për drejt. Do doja t'ju kisha këtu, ama edhe teknologjia, zhvillimi na ka mundësuar që t'jemi së bashku edhe nga distanca. Faleminderit shumë. Përshëndetje për ju, përshëndetje për gjithë shikuesit dhe musafirët në studio. Unë e kam problem nga grupe e Prizrenit, në sot që e ndike të tove një milion në Prizrenit. Si tha se nuk dëgjova tamam edhe njerë përsërit e këtë? Thash pak, jo me dhe lokalisht dhe kam problem nga grupe e Prizrenit shumë. Ja, e kemi këtu një Prizrenali këtu, e kemi. Se po e shote ju, një pranverë shumë të nëzete po mëra me së përshim, një platë. Po, absolutisht po. Kinolli, si kaluat sot në takim edhe a do ta mbështesni zotin Kurti apo e prisni opozitën ta bëjë qeverin? Faleminderit për shumë, për mundësinë, faleminderit për pyetjen. Sot, siç e keni parë dhe ju, kemi përkujtuar që në vazhdim e takimeve që ka pasur kryeministri në detyrë zoti Kurti me konsultantës politike të komunitetit dhe partisë. Edhe unë si deputet i mbledhur dhe kryetari i Partisë Rome të Bashkuar të Kosovës, si forcë e parë politike në vend e komunitetit rom, kemi pas një takim konstruktiv me kryeministrin Kurti dhe mbi gjitha lem të sekut që Partia Rome e Bashkuar të Kosovës gjithmonë ka qenë dhe kaluar një rol konstruktiv dhe kreativ dhe dëshiroj që të jem të bashkë se dim shumë praktik dhe parimuar për më të marrë dhe juve kohë. Për ne si subjekt politik dhe komitet rom, mbi gjitha gjithmonë ka qenë interesi qëtëror e pastaj ai kontar dhe partia. Jo ka qenë politik e njohur e liderit romëve, tashmë të ndjerë zotre Katisit Pimeca, e rrugën e tij e kam pasur që nga viti 2015-2018 dhe politikën e njëjtë në vazhduar i subjekt politik dhe në ditët e sot me të trajtojmë edhe në të ardhmen. Për ne është shumë me rëndësi të japim kontributin tonë për një procesi të sërgjatë në qëllor që të i krijojmë stamër të mostemave urgjentik institucionet e Republikës Kosovës, për shkak se ja kemi borxh shtetërorëve të Republikës Kosovës, popullit Kosovës, dhe duke parë atë që ka marrë duke ndodhur rreth nesh, në rajon, në Evropë dhe në botë. Kemi obligim që patjetër kontribuojmë me të japë mundësi që momentalisht pasi fitues të zgjedhjeve lëvizja vetëndosje, dhe ne kontribuojmë
të informojnë institucionet